drejtësinë në të folur, ti jesh i drejtë kur flet, të thuash të vërtetën, të flasësh me drejtësi. Allahu Jalla wa Ala na thot në Kur'anin Kerim, dhe nëse flisni me drejtësi, dhe në qoftë se kjo është kundër të afërmve tuaj. Pra të jemi të drejtë në atë që themi, në atë që mendojmë, në atë që vlerësojmë, dhe të mos na shtyjë domethënë hatërmbetja apo duke mbajtur hatrin anën e dikujt se kemi shok, apo duke i bërë pa drejtësi dikujt sepse është i dobët, por duhet të jemi të drejtë në vlerësimet tona, gjykimet tona, në fjalët tona. Po kështu drejtësia në gjykim, drejtësia në zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes njerëzve. Dhe këtu më së shumti i futen gjykimet e gjykatave. Sigurisht që drejtësia e plot është në Islam, në ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Shariati i cili ka zbritur për të qenë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Profeti alayhi salatu wasalam thot, gjykatësit janë 3 llojesh. Pra gjykatësit janë 3 kategori. Njëri prej tyre ka vendin në xhennet, 2 të tjerë në zjarr. Ai që është në xhennet është ai i cili e njeh të vërtetën dhe ka gjykuar me të. Pra e njeh mirë çështjen, e kupton dhe gjykon me drejtësinë, me ligjin e Allahut të lartësuar. Lloji i dytë i gjykatësve është ai i cili tregohet i padrejtë në gjykim. Pra e di të vërtetën, por nuk gjykon me drejtësi. Merr rishfet dhe gjykon në mënyrë të padrejtë, apo për interesa të tjera të kësaj bote. Pra e di të vërtetën, por gjykon me të pavërtetën dhe padrejtësinë. Dhe i treti është ai burri i cili gjykon me padituri dhe ignorancë. Pra nuk është për atë punë. Gjykon me padituri dhe ignorancë. Dhe ai ka vendin në zjarr. Në qoftë se ti je i paditur, mos më përsipër të zgjidhësh hallet e njerëzve.